Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Mirë se vini në emisionin edukativ shëndetësor Bisedë me mjekun tuaj. Do të flasim sonte për një temë që është shumë e rëndësishme. Konkretisht është 3 dhjetori që ka të bëjë me ditën ndërkombëtare të personave me nevoja të veçanta. Do të ndalemi konkretisht se cilët janë çrregullimet që janë në rritje, do të flasim se si mund të trajtohen ato, do të diskutojmë në lidhje me theksin e veçantë që ka të bëjë me prevenimin ose parandalimin e këtyre çrregullimeve. Për të folur për një temë kaq të rëndësishme, kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të kemi profesoreshën Blerta Qamili. Përshëndetje dhe mirëserdhët. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që gjithmonë ndani nga koha juaj për të na nderuar për të folur për tema që kanë të bëjnë me logopedin dhe me edukimin special. Fillimisht çfarë përfaqëson për juve si një profesioniste 3 dhjetori dhe pse është kaq e rëndësishme? Atëherë 3 dhjetori njihet si dita ndërkombëtare e personave me nevoja të veçanta ose me aftësi ndryshe, tani e themi ne. Është një ditë e rëndësishme, Ariana, sepse në 3 dhjetor në të gjitha vendet në të cilët ka edukator special, në të gjitha shkollat, sidomos në universiteti ku dalin bazat e edukatorëve special dhe në të gjitha institucionet tjera arsimore, edukativo-arsimore, shënohet kjo ditë me qëllim që të sinjalizojmë për pjesëmarrjen dhe për rëndësinë e njohjes së personave me nevoja të veçanta. Më përpara, ne kemi mbajt katedra edukimit special në kuadër të fakultetit pedagogjik, e ka shënuar si ditë, mirë po ende ishte numri shumë i vogël i edukatorëve special. Këtë vit po vërrenim edhe ne që gati se në çdo shkollë, në Tetov, rajon, në Përfshatra, në Kumanov, në Struk, Kërçov, gjithandej nga ne kemi edukator special në përshkolla, është shënuar 3 dhjetori në shkolla të rregullta dhe kjo është një detaj shumë i bukur për të thënë se tani në çdo shkollë, çdo fëmijë, prej në klasë të parë deri në klasën e 9, të paktën merr pak informacione bazë për fëmijët me nevoja të veçanta, që t'i pranojnë ato në shoqëri, që janë ekzistent dhe të dinë se si mund të parandalojnë ndonjë lloj të çrregullimit në të ardhmen. Është e rëndësishme si ditë, në fakt ne duhet çdo ditë të luftojmë për fëmijët me nevoja të veçanta dhe për individet me nevoja ndryshe. Mirë po, normalisht që ne pavarësisht që çdo ditë bëjmë punë për lobim që të pranohen fëmijët, duke punësuar edukatorë special në përshkolla, duke ndalë kuadro të reja të logopedëve dhe edukatorëve special të cilët merren me këtë kategori të personave. Kjo ditë është një ditë pak më e veçantë në të cilën mendja, syt, edhe mediumeve, edhe njerëzive qëndron pikërisht tek fëmijët me nevoja të veçanta dhe ne shënojmë në mënyra të ndryshme, në aktivitete të ndryshme, me qëllim që edhe fëmijët të tjerë të kuptojnë ekzistencën e fëmijëve me nevoja të veçanta, edhe prindrit të tjerë të marrin informacione. Këtë vit, për shembull, në Universitetin e Tetovës, te katedra e pedagogjisë, edukimit special dhe rehabilitimit pranë fakultetit pedagogjik, u shënua 3 dhjetori duke patur Gjigje Stafugën, që është një abaterapiste shumë e njohur psikologe nga Shqipëria, nga Tirana, dhe në të cilën patën mundësi të kyqen të gjithë mësimdhënësit e shkollave fillore, prindrit e fëmijëve me neurodivergjencë, për të kuptuar sjelljet sfiduese dhe si t'i trajtojnë ato në rrethana të ndryshme. Domethënë ishte një informacion të cilin jo gjithmonë mund ta hasim dikund nga një eksperte e tillë dhe domethënë data 3 dhjetori, ashtu e themi ne, për ne është shumë e rëndësishme sepse ne mund të kemi qasje pak më të madhe gjithëpërfshirëse në popullat për të shpërndarë sa më shumë informacione të nevojshme për personat me nevoja të veçanta, për mënyrën e arsimimit të tyre, mënyrën e rehabilitimit dhe për ta kuptuar që edhe ato janë pjesë e shoqërisë tonë. Duke shënu për çdo vit 3 dhjetorin, më beson që pritshmëriet tona janë pozitive në aspekt se si të tjerët i pranojnë tani fëmijët me nevoja të veçanta, se si i njohin prindrit çrregullimet prej më herët, etj. Domethënë nuk është datë e parëndësishme ose nuk është një shënim i një dite
të zakonshme, po është një ditë shumë e veçantë për personat e veçantë në të cilën ne e shfrytëzojmë në mënyrë pozitive për të shpërndarë sa më shumë informacione dhe për të patë sa më shumë qasje me publikun të cilët ndoshta nuk restis të kenë ndonjëherë ndonjë fëmijë me nevoja të veçanta ose nxënës me nevoja të veçanta nëse janë në shkollë të rregullt ose fëmijë me nevoja të veçanta dhe të marrin informacione që po këta individ ekzistojnë dhe kjo është mënyra se si trajtohen dhe që mund të trajtohen dhe mund të jenë pjesë e shoqërisë tonë. Megjithatë, të ndalemi apo të kalojmë konkretisht në thelbin e krejt bisedës. Cilat janë ato shenjat e para të cilët prindërit mund t'i vërejnë edhe që duhet kërkuar ndihmë qoftë nga logopedi, defektologu, me një fjalë të tjera duhet ta dërgojmë fëmijën në një profesionist për ta bërë një vlerësim? Po, Ariana, kemi një kohë të fundit, kemi një vështirësi që hasim me prindrit zakonisht. Për fat të keq, prindrit të cilët realisht duhet të kalojnë një vlerësim, i evitojnë vlerësimit, ndërsa prindrit të cilët nuk ka nevojë që ta çojnë fëmijën në vlerësim, insistojnë që ta çojnë fëmijën në vlerësim. Mund ta them se kjo është prej faktit që është kriju pak panik në sferën e fëmijëve me nevoja të veçanta, ndoshta përqindja e përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta e ka bërë që prindrit të jenë në panikën e kësaj, edhe pastaj fillojnë dhe bëjnë një rishikim internetit, marrin simptoma nga interneti ose i krahasojnë simptomat e internetit me të fëmijës, edhe këtu kemi një problem me diagnostifikimin. Nuk mund të themi diçka precize, do më thënë që themi këtë, pa tjetër t'i ketë fëmija për të qenë fëmijë me nevojat e veçanta, japim një periudhë kohore për secilin lloj të zhvillimit, sepse jo çdo fëmijë zhvillohet në mënyrë të njëjtë, mirë po megjithatë çdo periudhë kohore ka një kufi të caktuar. Tani të nisim nga disa detaje bazë të cilat prindi mund t'i vëreje. Nuk flasim për dhe kur mendojmë ne që duhet të drejtohet ekspertëve. Është mirë që të drejtohen ekspertëve kur kanë dyshimet e tyre, të mos bëjnë searching nëpër ndërrjete sociale sepse nuk e përcaktojnë diagnozën asnjë rrjet social. Është më mirë të merren direkt me ekspertët dhe ne sugjerojmë disa. Për shembull, e para njëherë, Ariana, çdo familje nuk e ka një fëmijë të vetëm, ose nuk është që s'kam pas njëherë një fëmijë duke u rritur. Unë them edhe studentëve kur vjen në fjalë edhe prindve të tjerë që gjyshet tona nuk kanë qenë ekspert zhvillimi, mirë po etapat e zhvillimit të fëmijës i ka njohur nga eksperienca. Fëmijët zakonisht duhet ju shihet faza e bablingut, i themi ne, ose në zhargonin e tetovës është e gugatmja, e kanë si shprehje, që fëmija duhet ta zhvilloj prej në muajin e 4 dhe duhet ta ketë deri në muajin e 9. Pastaj fillojnë fjalët e para me kuptim, që do me thënë nuk do të thotë se do ta thotë korrekt fjalën, po të paktën të ekzistojë një frazë qoftë e folur e fëmijës e cila jep kuptim. Deri në 3 fjalë të paktën, të jep përgjigje ose të i përgjigjet urdhrit, nëse ti e urdhëron fëmijën ta mbyllë derën, ta marrë telekomandën e televizorit, të t'i afroje çelësat e makinës, të t'a afroje telefonin celular e tjerë, më afro, fëmija deri të paktën deri në moshën 1 vjeçare duhet jetë në gjendje të përgjigjet urdhrave që ti i jep. Pastaj shkojmë tek të folurit, nëse është në pyetje të folurit, një periudhë kohore të paktën deri në 2 vjeç, fëmia duhet të ketë minimalisht 25 fjalë me kuptim. Dhe të mund të përpiloj fjali të cilat jo domosdoshmërisht duhet të jenë gramatikisht korrekte, mund të mungojnë lidhësat, mirë po është mirë që t'i ketë fjalit. Fjalit të thjeshta si mami du ujë, mami buk, mami dalim jashtë, për shembull, 2-3 fjalë t'i lidhe t'i formuloje fjali. Kjo është minimalja, do të thonë ajo çfarë themi ne minimale, çfarë tolerojmë. Deri në 18 muaj duhet të filloj ecja. Çdo vonesë, qoftë
për 1 muaj ose 2, duhet ta dije prindi që kjo na alarmon për diçka. Nëse vonesa në të folurit ekziston në momentin që po flasim, kjo nënkupton që fëmia gjithmonë do jetë po aq me vonesë në zhvillim, në të folurit për shembull, qoftë nëse ka inteligjencën e ruajtur, nuk po flasim vetëm probleme me të folurit, çrregullimin e të folurit, gjithmonë do të jetë më mbrapa. Nëse një fëmijë 2 vjeçar me zhvillim tipik ka arritur që të ketë 50 fjalë në moshën 2 vjeçare, fëmia që ka arrit të ketë këto 50 fjalë në moshën 4 vjeçare gjithmonë do të vazhdoje me vonesë. Prandaj ne sugjerojmë që sa më herët prindrit e detektojnë vështirësitë, aq më herët duhet të fillojnë me terapinë që të bien në kohë me moshatarët e tij. Tjetër, fëmia duhet të ju përgjigjet prindërve kur e thrasin në emër. Kjo nuk do të thotë që nëse nuk përgjigjet që nuk ka dëgjim, ose aparati i dëgjimit nuk është i rregullt, aparati i dëgjimit mund të jetë në rregull, por mund perceptimi i asaj çfarë dëgjon fëmia të jetë pak e vështirë për fëmijën për tu arritur. Prandaj do duhet vlerësim nga edukatorët special. Normalisht edhe otoringolaringologu do të hyjë në punë, do të mbatet dëgjimi, por nuk do ta anashkalojmë edhe edukatorin special dhe logopedin për të parë nëse çrregullimi ndodhet në aparatin e dëgjimit apo ndodhet në zhvillimin e të folurit ose në zonën që i përket të folurit në tru. Janë disa simptome, tani nuk është 1-2 që mundemi të i numërojmë, ka më shumë simptome, të cilat vërehen. Çdo prind i vëren, varësisht sa parapëlqejnë që ti ndjekin ato, nuk është mirë të nisen me faktin që po shiqo se ka një kusheri, po dhe ai ka fol më vonë, ose edhe pse është 4-5 vjeçar, flet si 2 vjeçar, po s'ka lidhje, kryesorja flet. Çdo detaj është shumë i rëndësishëm. Mos të harrojmë që tani është një periudhë pak e vështirë në të cilët fëmijët të tjerë me zhvillim tipik për fat të keq, jo se ne duam, po janë bërë një pjesë e madhe që edhe bullizojnë. Në qoftë se ne njërën nga vështirësitë që fëmia jonë e ka, nuk e trajtojmë në kohën e duhur, moment që ai hyn në moshë shkollore, rrezikojmë që të jetë pjesë e bulizmit për faktin që ndoshta nuk flet në rregull ose ndoshta nuk i percepton gjërat siç duhet, nuk ka aftësi kognitive të mjaftueshme për moshën e vet, nuk e pranon lojën, nuk mundet. Jo se nuk mundet, nuk din se si duhet të luaj me bashkëmoshatarët e tij, nuk pret radhën për të marrë lapsin ose ngjyrën ose për të marrë testin në shkollë e diçka tjetër, do bëhet pastaj pjesë e bullizimit. Dhe kur na vjen Ariana edhe bullizimi plus vështirësisë që ka fëmia në zhvillim, atëherë problematika shtohet më shumë, atëherë prindrit i rritën obligime që përveç terapisë me edukatorët special do duhet të vizitojnë edhe psikolog për fëmijë. Domethënë, nëse ne nuk e ndjekim vështirësitë e fëmijës me kohë, çdo gjë shkon duke u rritur dhe problemi shkon duke u shtuar. Prandaj ne i sugjerojmë prindrit, nëse vëreni që fëmia nuk ka zhvillim tipik, si fëmia juaj paraprak, ose si fëmijë të tjerë zakonisht, i jepni një periudhë kohore, ja u tham një periudhë 18 muaj do pritni që të ece, për shembull, do të pritni që të thot fjalët e para deri në 1 vjeç e gjysmë. Nëse fëmijën e ka mosha 2 vjeçare dhe ende nuk ka asnjë fjalë me kuptim, kjo na jep një alarm. Është mirë që ne të shkojmë të vizitohemi, të bëjmë një diagnostifikim, ne kemi në Shkup institucionin për dëgjim të folurit dhe zërin, në cilin mundet prindrit pa pagesë nëpërmjet mjekut tam të marrin udhëzimin dhe të bëjmë një diagnostifikim të folurit. Nëse vëreni që fëmia nuk ju reagon në thirrje, ju e thritni, nuk e kthen kokën, ju i jepni urdhër, mbyllë derën, nuk e mbyllën derën, nuk ka afeksion emocional ose lidhje emocionale me prindrit dhe anëtarët tjerë të familjes, edhe kjo është një shenjë që duhet parë me vëmendje. Nuk duhet t'i mbulojmë disa gjëra me pretekstin që fëmia im, për shembull, kur është fëmia neurodivergjent
ose nuk pëlqen neurodivergjent në aspektin social, nuk pëlqen të ri me të tjerët, ka qef të ri më shumë vetë, don të luaj më shumë vetë. Kjo është e vërtet, çdo fëmijë pëlqen privatësia, mirë po dallon një fëmijë i cili nuk arrin të ndërveprojë me moshatarët, pa qoftë ajo edhe konflikti. Edhe konflikti është një mënyrë e ndërveprimit social. Nëse dy moshatar krijon një mini konflikt, ta themi, detyrimisht e themi konflikt, për një lojë të caktuar, edhe kjo është një lloj ndërveprimit. Ndërsa tek fëmijët me çrregullime neurodivergjente, kjo lloj konfliktit mungon. Ato fiksohen për një lojë të caktuar, fiksohen për një vend të caktuar, çdo ndryshim i ambientit i sjell reagenca të mëdha, dritat, ajri, aroma, ngjyra, gjithçka ndikon te ato. Është mirë që nëse prindrit vërejnë se fëmia reagon te mase i ndjeshëm, është sensibil ndaj ambienteve të ndryshme, pse jo të shkojnë në një vizitë në entin për shëndetin mental, të marrin një diagnostifikim të saktë, të mos mundohen të jetojnë me hamendje dhe të mos presin asgjë nga çrregullimet zhvillimore, nuk kalon vetë Ariana. Asnjë vështirësi e fëmijës nuk arrin të rikuperohet me kohën nëse ne nuk punojmë. Nëse nuk punon prindi në bashkëpunim me terapeutistët, asgjë vetë nuk kalon me kohën. Prandaj ne sugjerojmë që disa nga këto simptomat, nëse i vërejnë prindrit, nëse hedhin dyshime për zhvillimin e fëmijës së tyre, është mirë që në momentin e parë që u jepet mundësia të konsultohen me ekspert të fushës së caktuar. Megjithatë, kur duhet të bërë, pra në cilën moshë për herë të parë duhet të bëhet vlerësimi logopedik tek fëmia dhe çfarë rëndësie ka zbulimi i hershëm për shembull të një lloji çrregullimi? Atëherë, për vlerësimin logopedik tani mbaret prej vështirësisë ose çrregullimit. Nëse fëmia nuk i përmbush moshën e caktuar që e tham më përpara, nëse fëmia ka arrit moshën 2 vjeçare dhe ende nuk ka të paktën 25 fjalë, të cilat i thot me kuptim, i referohet një objektit, në rastin konkret do të themi këtu është gota, edhe thot gota, ose she lule dhe thot lule, për shembull, ose mami ujë, mami buk, nëse i ka këto, atëherë automatikisht në momentin e parë që ne shohim që fëmia arrin moshën 2 vjeçare dhe nuk ka të zhvilluar asnjë lloj të folurit, është mirë që ne të drejtohemi tek logopedët. Në qoftë se ne vërejmë se fëmia nuk ka asnjë lloj çrregullimi tjetër, domethënë na kupton, i kupton urdhrat, i kupton të gjitha rrethanat, emocionalisht është në rregull, qan kur largohet nëna, ka frikë nga njerëzit të panjohur, domethënë ka të gjitha pjesët e tjera të zhvillimit normal, përveç të folurit, nuk shprehet me të folurit, është mirë që të bëhet një diagnostifikim tek logopedi. Por, tek logopedi nuk shkohet në rast se fëmia është më moshën 2-3 vjeçare dhe mungojnë shkronja të tipit th, dh, ose ngatrojnë shkronjën dhe me v, etj. Këto janë mini patologji të ëmbla, të cilat fëmia duhet t'i kaloj. Deri në moshën 4 vjeçare, fëmia duhet t'i kishte kaluar të gjitha problematikat. Maksimumi, në 5 vjeç, fëmia nuk duhet të ketë asnjë lloj çrregullim të artikulimit të drejtë të fjalës dhe të fjalisë. Do të thënë, edhe këto lajkat e bukura që ne i lam, shkaqe se neve na vin i ëmbël fëmia kur flet me th ose me sh, i lejojmë deri në moshën 4 vjeçare. Pas moshës 4 vjeçare, sinqerisht i sugjerojmë prindërve që përveç vetë që duhet të punojnë, urdhri i parë i logopedëve dhe edukatorëve special është që prindrit të mos flasin me gjuhën e fëmijës. Asnjësi nuk guxojmë ne t'i flasim fëmijës në gjuhën e vet, në gjuhën e bebeve, t'i themi ne. Ti gjithmonë duhet t'ja përsëritish, jo duke korrigjuar me të keq, jo duke i thënë jo ashtu se nuk është bukur, po thjesht nëse ai kërkon një gotë ujë ose më
më fut mami pak pem këtu të pjata, e thot në mënyrë të çrregullt, ne i kthehemi me të njëjtën fjali, por të korrigjuar. Më thënë vazhdimisht ja themi në mënyrë korrekte si duhet të jetë fjala. Dhe në moshën 5 vjeçare, fëmia duhet të flasë në mënyrë të pavarur, të thot fjali, të kërkoj dëshirat, të shpreh emocionet me fjali, fjali të komplikuara flasim, të jeti qartë në shkronja, të jeti qartë në fjali, të mos ketë ndim që dikush tjetër ta transmetoje fjalën e tij, më thënë jo gjyshja ose nëna ose babai ose daja, halla, kushdo që është në shtëpi, një njeriu të huaj t'ja transmetoj atë çfarë thot fëmia. Duhet vetë fëmia në moshën 5 vjeçarit, maksimumin po them, të jetë i aftë, të prezantoj veten, të tregoj emocionet, të tregoj çfarë ka nevojë, çfarë ka dëshirë në mënyrë korrekte, të jetë e kapshme edhe për njerëzit të cilët nuk e njohin fëmijën. Nëse kjo nuk do të ishte, sugjerojmë prindrit që të shkojnë të konsultohen me një logoped, terapiet do t'i caktoj logopedi, kohëzgjatja për çrregullime të shkronjave ose strukturës të fjalisë e cakton terapeutisti sa do zgjate, por janë vështirësi, fatmirësisht ta themi Ariana, që janë të rikuperueshme. Nuk është diçka, nuk duhet të patur frikë, se zakonisht prindrit mendojnë se nëse fëmia me çrregullime në të folurit ose çrregullim të shkronjave drejtohet në logoped, do të shpallet si një fëmijë me nevoja të veçanta ose pengesa në zhvillimin mendor, por kjo në fakt nuk është e vërtetë, Ariana, nuk do të thotë që në një fëmijë se ka një lloj çrregullimi në të folurit, nuk paraqet ndonjë lloj deficiti mendor. Thjesht është një çrregullim të folurit e cila me terapi kalon, është rikuperueshme, rehabilitohet, eliminohet, mund ta them, sidomos nëse fillojmë me terapinë më herët. Shumicën e prindërve, kur kemi prindë të cilët janë bashkëpunues, Ariana, i sillin fëmijët në terapi logopedike dhe terapi me edukatorin special që në moshën 3 vjeçare. Edhe pse për disa nga aftësitë kognitive të folurit ose diçka tjetër mund të jetë fëmia pak më herët, parapëlqen që t'u jepet një stimulues që fëmia të mos ketë ngecje, e folura të mos i jap ngecje në zhvillimin social, për shembull, sepse nëse një fëmijë nuk mund të shprehet siç duhet, normalisht nuk mund të ketë interakcion me shokët, me moshatarët, sepse moshatarët nuk e kuptojnë, do ta shpërfillin, nuk mund t'i shprehë emocionet siç duhet, nuk mund t'i shprehë nevojat e tij, kështu lindën agresioni, lindën nervozizmi, fëmia bëhet i tërhekur dhe prandaj ato i sillin më me kohë prej moshës 3 vjeçare, që kur të arrijë moshën 4-5 vjeçare, fëmia të ketë zhvillim tipik si moshatarët e tij. Ndërkaq që nga praktika juaj e përditshme, cilat janë çrregullimet më të shpeshta që hasni, apo çrregullimet më të shpeshta le të themi në komunikim dhe në të folur? Tani, për fat të keq, Ariana, kohëve të fundit, për shkak ndoshta të ekspozimit të fëmijëve shumë në gjuhën angleze, nga rrjetet sociale, nga televizori, nga telefoni, do të thënë është teknologjia tani gjithandej që e rrethon fëmijën, mund të them të drejtën, për fat të keq, zakonisht kemi mangësi me të folurit korrekte, të folurit me lidhësa, fëmijët që ne regjistrojmë në shkollë, për shembull në klasë të parë, mund të them se shumica e tyre, një numër i madh i tyre, duken sikur janë anglez të cilët vinë të flasin në gjuhën shqipe ose vinë të mësojnë në shkollë në gjuhën shqipe. Për faktin që ato fillimisht kanë përvecuar gjuhën angleze, pastaj kanë përvecuar gjuhën shqipe, kanë vështirësi në artikulimin e drejtë të fjalës, kanë vështirësi në artikulimin e fjalisë, vështirësi tjetër kemi në shprehjen e emocioneve në gjuhën shqipe. Për shembull, e fillon fjalin në gjuhën shqipe dhe pastaj kur vjen ajo në ekspresioni emocional, e kthejnë në gjuhën angleze, sepse u duket që më mirë shprehen në gjuhën angleze. Kanë vështirësi të kuptojnë mësimdhënësit, dhe kjo është një sfidë goxha e madhe e mësimdhënësve të kohës së sotme. Nëpër klasa mësuesit hasen me një problem të madh, sepse ne përveç faktit që ne kemi të folurët vendit rajonit ku jetojmë, zhargonin e zakonshëm,
kemi dhe gjuhën angleze dhe tani mësuesja që flet në gjuhën letrare të standardizuar shqipe, për fëmijën është si gjuhë e huaj, ta themi. Dhe ky problem i tejkalimit nga gjuha angleze në gjuhën shqipe është goxha e vështirë. Kjo është vështirësia më e madhe që e hasim kohëve të fundit. Mos e them pastaj me shkronjat konkrete që ne i kemi dhe është vështirë t'i kuptojnë, por fakti që fëmijët ekspozohen shumë ndaj gjuhës angleze ose të parën e kanë përveçuar gjuhën angleze, i ka bërë që fëmijët të kenë mendimet në gjuhën angleze. Mendimet, ideet, gjithçka, imagjinatën, ato e bëjnë në gjuhën angleze. Domethënë pjesën e bukur të fëmijëve që kanë lojën imagjinative ku flasin me kukullat ose kur flasin me vetveten e tyre, në vend që ta bëjnë në gjuhën shqipe, ato e bëjnë në gjuhën angleze. Dhe në moment që vinë në shkollë, problemi i parë, ose në moment që vinë tek terapeutisti, në momentin e parë ato kanë vështirësi ta kuptojnë konceptin e të shprehurit në gjuhën shqipe. Kjo është për momentin problematika më e madhe e të folurit dhe këtu ka nis realisht problemi, sepse problemet të tipit të patologjisë si belbëzimi ose të tjerat kanë ekzistuar edhe më përpara, Ariana, por kanë qenë të ralla, ndërsa tani ndikimi i gjuhëve të huaj përpara mësimit të gjuhës amtare ka kriju këtë vështirësi që fëmijët të gjithë pothuaj se 60% i nxënësve të klasave para sintaksohen si fëmijë të cilët kanë vështirësi në të shprehurit në gjuhën shqipe, ose vështirësi të artikulimit të fjalëve ose fjalive. Çfarë mesazhi do të kishit për prindërit të cilët hezitojnë që të kërkojnë ndihmë profesionale? Njëherë, Ariana, duhet ta pranoj faktin që për prindin nuk është as pak e lehtë. Edhe unë e di ndjesinë që përjeton prindi në moment që e sheh fëmijën, don ta ndihmoje, heziton ta ndihmoje, heziton ta pranoje faktin. Këto janë dukuri shumë normale psikologjike të cilat i kalon prindi. Janë 3 faze kryesore që prindet i kalojnë. E para njëherë unë do të kisha kërkuar nga të gjithë çiftet që t'japin mbështetjen e njëri tjetrit. Kjo është më primarja. Nuk është me rëndësi kush dhe si e ka shkaktuar vështirësinë ose çrregullimin në zhvillim, me rëndësi është si ta ndihmojmë fëmijën tonë që ta tejkalojë këtë problem. Nuk do kisha desh që mes prindërve të lindin akuza se e ke shkaktu ti ose ka shkaktu familja jote ose familja ime. Në qoftë edhe të mos lodhen të bëjnë analizat të tipit gjenetik, nga kush ka ardhur, nga cili gjen ka ardhur, pse ka ardhur problemi. Ajo çfarë ka ndodhur. Mirë është të pranohet me kohë, mirë është të mos refuzohet fakti, të intervenimi i hershëm është pjesa më e madhe e punës. Domethënë ne e quajmë punën e kryer nëse është intervenuar në kohë. Çdo muaj që ne humbasim duke u hamendur nëse duhet ta çojë ose jo në terapi fëmijën, çdo muaj është humbje e madhe për fëmijën. Gjithashtu, nëse nisim terapi, çfarë do lloj, kudo qoftë terapia për zhvillim, dhe ndërpresim, dhe në ndërkohë që kemi ndërprer, nuk kemi marrë masa tjera dhe kthejmë fëmijën prapë në terapi, duhet ta dijë prindi që edhe ajo nuk mund të quhet më terapi, edhe ajo është një terapi me regres dhe terapisti prej fillim duhet filloje me punën që ka bë. Të mos hezitojnë. Asnjë fëmijë nuk etiketohet për momentin, sepse të gjithë e kanë kuptuar se ekzistojnë vështirësitë në zhvillim tani, ekzistojnë lloje të çrregullimeve të ndryshme, të qoftë të folurit, aftësive kognitive, aftësive motorike etj. Është mirë që në kohë t'i diagnostifikojnë, në kohë të nisin terapin, që në të ardhmen të jenë fëmijë të pavarur dhe të mund të jetojnë si gjithë të tjerët. Nëse prindrit hezitojnë dhe nëse ato refuzojnë ta çojnë fëmijën në terapi, automatikisht Ariana duhet të kujtojmë se ne jo gjithmonë do të jemi pranë fëmijëve tanë. Ndonjëherë ne do detyrohemi, jeta e bën të tillën që do duhet të i lëm vet. Prandaj është mirë që ne me kohë të nisim trajtimin e fëmijës që mos ketë probleme të tjera psiqike, të mos ketë probleme të tjera me aspektin social, të mund të socializohet dhe të mund të vazhdojë jetën si gjithë të tjerët.
Dhe çfarë duhet të bëjmë apo çfarë mund të bëjmë ne më shumë si shoqëri, si institucione për personat me nevoja të veçanta dhe cilët ishte mesazhi juaj për qytetarët? Ne mund të bëjmë shumë, Ariana. Mund të bëjmë për shoqërinë tonë duke nisë njëherë vetë ta pranojmë faktin që ka fëmijë me nevoja të veçanta, persona me nevoja të veçanta, të mos i bullizojmë ato, të mos etiketojmë dhe të japim përkrahje. Qoftë ajo familjari jon, komshiu jon, kolege e punës, ose kolegu i punës, ose kushdo qoftë. Me thënë, ne si shoqëri duhet të avancohemi, duhet të kuptojmë rëndësinë e asaj se sa e mbështesim ne një individ, sa e domosdoshme është dhe sa e nevojshme është që një familje, një çift i cili ka një fëmijë me një lloj çrregullimi zhvillimor, cili do qoftë ajo, ka nevojë për përkrahjen tonë. Kjo është e para çfarë ne mundim të bëjmë. E dyta çfarë ne mundim të bëjmë, secili në profesionin e vet mund të jap ndihmë. Mediat japin ndihmën maksimale, ja kështu duke mbajtë emisione, duke ju i alarmu prindrit, duke ju tregu prindërve, duke i referu ku mund të shkojnë, çfarë mund të bëjnë. Ne profesionistët duke mbajt manifestime, duke punu në vendet e punës, duke ju dhënë ndihmë familjarëve, çdo kush mund ta bëj, domethënë mund të bëj për ato. Më shumë çfarë duhet të bëj është normalisht institucionet, sepse ne gjithçka mund të bëjmë, vetëm se nuk mundet të ndihmojmë në aspektin institucional. Aspekti institucional është ajo çfarë ju mundsohet, Ariana, për momentin. Nuk mund të themi që jemi mirë institucionalisht në përkrahjen e fëmijëve me nevoja të veçanta, për fat të keq, shumica e prindve detyrohen të çojnë fëmijët në institucione private, sepse ne kemi mungesë kuadri, kemi mungesë punësimesh, Spitali Tetovës për shembull nuk ka as edukator special, as logoped, flasim për në Tetov, po as Gostivari nuk e ka këtë gjë. Brenda spitalit, në kuadër të fondit të shëndetësisë e kanë fjalën, vetëm në Shkup, kështu që fëmijët të cilët për shembull kanë vendu implant koklear, nuk kanë dëgjim, ose kanë patologjinë të folurit, ose kanë ndonjë lloj çrregullimi tjetër, për të marrë shërbime shtetërore, detyrohen të shkojnë deri në Shkup, ose do duhet të paguajnë privat, që realisht, Ariana, të dyja kushtojnë shumë. Asnjë nga harxhimet nuk mbulohet, është një pagesë nga endi për punët e politikë sociale, sa është i përshtatshëm për harxhimet e kohës. Kjo le shumë për të dëshiruar, realisht ka shumë nevojë, unë urroj që sa më shumë institucionet sidomos t'i përkrahin prindrit, se ndonjëherë, Ariana, vërtet ne mundohemi, ja dhe ne biseduam në tërë emisioni që duhet diagnostifikohet fëmia, duhet trajtohet fëmia, po ndonjëherë duhet të futemi në lëkurën e prindërve dhe të pyetemi veten, a ka mundësi financiare një familje që jeton në ndonjë vend rural, për shembull i thellë në Tetov, të shkojë deri në Shkup për diagnostifikim, ose ai fëmia ai ka të dy prindrit të aftë psiqiko-fizikisht për ta dërguar fëmijën deri në Shkup në diagnostifikim dhe më pas për terapi pa pagesë ta marrën në Shkup në spital. Do të thënë, institucionet janë ajo kulti kryesor në të cilën mund t'japin mbështetje. Unë uroj që çdo emision që realizohet në këtë aspekt, sidomos tek fëmijët me nevoja të veçanta, t'i prek sadopak politikat e kohës që të mundohen të punojnë sa më shumë në përkrahje, qoftë ajo financiare, qoftë ajo institucionale, t'i ofrojnë çdo qytetarit me nevoja të veçanta një terapi, qoftë ajo falas, dikund afër vendbanimit të tij. Profesoresh, ne të falenderojmë shumë për kontributin që gjithmonë jepni për emisionin tonë, për të folur për tema kaq të një rëndësie të veçantë dhe për të kontribuar kështu për të pasur një shoqëri më të mirë dhe për të parandaluar në një farë forme çrregullimet. Ju jemi shumë mirënjohës që gjithmonë ndani kohë për ne. Faleminderit shumë. Ju falenderoj dhe juve për ftesën, faleminderit edhe juve që vazhdimisht realizoni emisione të tilla që janë shumë të rëndësishme për sensibilizimin e popullatës. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.
Të nderuar shikues, kemi folur në këtë emision për 3 dhjetorin si dita ndërkombëtare e personave me nevoja të veçanta. Në një farë forme kemi manifestuar kushtimisht thënë këtë ditë për dhënë kontributin ton në shoqëri në lidhje me këtë ditë të rëndësishme. Ndër dhe kënaqësi që në studion ton të kishim specialiste, njëkohësisht magjistre e edukimit special Blerta Qamili për të trajtuar një temë kaq të rëndësishme. Deri në emisionin e radhës, mbeqim me shumë shëndet. Mirupafshim.